Jeni duke dëgjuar edhe këngën shmendur nga Mali këtu në 102.2 në edicionin më të ri të emisionit La Casa de Plus e Malin e kam studio. Edhe është kënaqësi në momentin kur faktikisht kemi artist brenda studiove të Radio Plusit. Mirë se erdhe Mali. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi me konte Radio Plus. Është kënaqësi që ju kemi këtu, është kënaqësi që dëgjojmë këtë zot mrekullueshëm, faktikisht në sfond një këngë e cila ka bë Koxhabuj gjatë asaj periudhe, apo jo? Po, me këtë këngë jam konë në festivalin 62 të RTS, edhe kom pas fatin shumë që me fitu çmimin e parë me to. Po, faktikisht ka qenë një këngë e vlerësuar prej jurist profesionale të festivalit, në ndërkohë që tashmal dhe i ka ndru këto pjesëmarrjet në Eurovision, për shkak se mandena është edhe publiku që edhe vota e publikut, për pak nuk na përfasove në Eurovision. Për pak. Pak tani keq është, amo siç ato kanë qëllimi, amo prapi unë konë ekstrem i gëzushëm, se nuk unë pas nëjë pritshmëri për kur gjo heq, se unë konë shumë artiseri, tu konkurru me artistat që jënë të e bokit profesion me vite, me 10 vite, 20 vite, si Elsa Lila, Shpat Deda, etjere, do nuk prit qa heq që ka me ndodh në ajsen, dëshira ishë modhe, po jo, ajo logika që moj me fitu në ajsen, atin, ose qmimin e 3, atë 4, ose qarë dëllaj qmimi që jo konë, ose se ku menu heq. Unë jëm gëzufi që ju pa ta pranu, besëm. Po, patjetër, po, me gjitha të gorë një sukses i jashtëzakonshëm gjatë asaj periudhe, duke pas parasysh që ke qenë edhe emër i panjohur në atë periudhe, dhe në momentin kur ti ke marrë pjesë në festival, unë e di që është bë buj edhe gjatë realizimit të festivalit, ku thëshë një djalë që ka komponu vetë. Mandela nuk e di se a janë sakta, po patëm të zhua dhe fjallë që jem mbyll me një vend. Ku ti u konë dojsha kitë kongën me realizu vetë, edhe nuk dojsha me shumë në i studio, se në i sen dojsha me konë krejt krejt me jemi, krejt me thonë që është që kjo krejt që kjo kongë është krejt e bome për i molit, edhe patajnë që më vyke një akustike mirë, edhe patajnë që zumë dë lapë, në më thonë nuk e dija, ka ndonë në një historit festivalit me ndonë kësem, po e patajnë që zumë në dë lapë, edhe që kjo kongë që ta është njët edhe që të shotë në radio edhe që e ka fitu festivalin është edhe që zumë në dollap. A e ki dollapin alo ajo? Po, që njëti dollap është. Qa dollap do është me rujt, sa i dollap si e lë fat. U konë interesant, mas ju pa të kry festivalit, tani fillu mi bo do intervisa edhe ishte edhe drejtori i RTS-s, edhe a ishte shumë serios ashtu, edhe normal si drejtori të me konë serios, edhe me një intervisi shumë bashkë këtu dhe po thotë ishte të folë edhe po thotë masanej edhe dollapin e Malit do ta marrim dhe do ta fusim në muzein e RTS-s. Unë ashtu dhe me ka përdin po, më menojshë që a i gara përdin, edhe mas ju kry intervisa, me njerë u kryq atu, edhe unë pja bëj, përdin, më shkoj me njerë me njerë pja bëj, po të përni me a i gara përdin. Se u kry intervisa, tani një me më lindë në të shime, ta përni me a i gara. Tani pja bëj, po mu më vynë dollapi, se s'kam ku t'i fus robat, da shumë përshtat pak edhe në të volme. Po, kur e ke ditë lindin mal? Une në maj. Okej, pra, do ta blejmë një dollap për ty një ditlindje. Do ta marrim këto. Është dashur të mjetë sakturin çmim atij dollapit. Në momentin kur e ka kërkuar drejtori ose dikush tjetër, është dashur me thotë të paktën ka vlerë ky dollap. Po halon frikëm që kanë marrë me morë. S'ka lidhje, megjithatë do të thash që është një dollap që ty në të ardhmen ka më sjell kujtime, kështu që po shpresoj që atë dollap kimë rujt si sytë bolle, apo jo? Normal. Ja? Patjetër. Unë me sa pash, do me thonë, për ka profesioni, nuk je, do me thonë që faktikisht je ma shumë muzikë, je në arkitektura, apo diçka ngjashme? Kam qenë në arkitekturë, masanej do më thonë, kam dollë muzikë, u thonë diçka që se di shumë flajke shumë, edhe nuk e, me diçka që muzika gjithë ma natyrë shumë ka ardhe dhe tani ku më vazhdu me muzikë edhe ku ma mirë se me fillu se në festival me qëmi të orë. Po, unë thash, faktikisht për një artist të ri, për një djallë të ri, do në që unë e kuptoj andjelën se si është apo pranona, as po pranona, a muna me dëvërtu, as muna me dëvërtu. U konë interesant. Është interesant. Kure kom qu e-mailën, bëjsha i gore me shokë edhe me familje, thosha që garant s'kan me këshyri e-mailën, se garant i shojnë këtë këta amërat të shtu atin, festival njëve
për emra, edhe thoi Shakarant kur të shoj në email, kam me thonë, ç'është pi imitoj tash pak ata tribunës. Ç'është kjo email mal çmendur, mos është virus, fshi se mos po dëmton kompjuterin. Fshi më në atë ç'është, do kam shkuar, më në atë s'kan me këshyre. Atë nuk kon beso, më kon si film, më kon në ekstrem film për mua. Megjithatë prej tash po kthejmë, nashta u bëjmë edhe pyetje pa klishe, po faktikisht në momentin kur ti e bën, realizon këngën tonë të parë, ka qenë kënga juaj e parë apo jo. Edhe je nis me qëllimin për jam ka bëj një këngë për festival apo thjesht jam ka bëj një këngë për vete edhe mandej të shohim. Qëllimi u kon për bëj një këngë për Eurovision. Wow. Po them dëshira unë ekstrem e madhe, po jo logjika që mund të mendoj. Po. Kjo kon qëllimi krejt, në festival pa ta shuveq për çit qëllim, edhe në ekstrem shumë ofër kesh, amo në ekstrem shumë i gëzushëm i ndola vet. Patjetër, normal është. Po kon prap fitore shumë e madhe. Normal, u kori fitore shumë e madhe dhe një diçka që ty unë po besoj që të ka shtyr me punu edhe matutje edhe për me realizu edhe projektet të tjera dhe të reja. Edhe unë po them nuk jam ka du për me hupë edhe vlerën e publiku, për momentin kur ti vlerësohesh për jurist profesionale, atëherë faktikisht kjo është një tregues shumë i madh ku ty të thotë se ti djalë, ti je shumë i fortë dhe je shumë i mirë, edhe ti mundesh me bëu serat të mrekullueshme, kështu që unë të përgëzoj edhe për këtë pjesë, edhe pse me vonesë sovjet me vonesë në qytet. Është shumë mirë. Edhe kur shkojnë me pa thonë më mirë vonë se sa heqë. Patjetër. Ka qenë një periudhë shumë e mirë e jotja, ndërkohë që tash po kthehemi te kjo periudha e sotme, ku ti ke lancu edhe një këngë tjetër, një ripërpunim të këngës Ideun apo jo. Po. Edhe unë pash edhe klipin, ka një klip fenomenal, faktikisht që përshtatet me kohën. Gjithashtu edhe përpunimi i këngës ke shumë mirë. Është një këngë që njohin edhe të vegjëlit edhe të mëdhenj. Megjithatë, po, është interesant që në momentin kur këto këngët e vjetra po rikthehen me versione të reja, shumica e tyre janë ka punuar shumë mirë dhe në një farë forme po ngjall edhe një erat nostalgjinë e viteve të kaluara. Fiks, çdo herë kjo këngë është bo një ripërpunim, nështë çdo 5 vite ose çdo 10 vite ashtu diçka. Edhe që shetë edhe vetë, dhe mënë që të këngë s'bën marru, edhe duhet mu rikujtu, edhe duhet gjeneratat e reja mingu. Patjetër, të kjo dëgjon hiç muzikë të vjetër apo jo? Po, bajgi. Do të thonë ki influencë prej prindë apo thjesht do të thonë është në shijet të tua. Unë për shembull tash si po foli pak për vetë. Unë ka një periudhë kohore kur nashta i dëgjoj veç këngët e viteve të 90-ta, për shkak të atyre teksteve që më bën atë gjatë asaj periudhe, për shkak se nashta edhe ta kujton një kohë tjetër, ku ta di unë. Nostalgjia pak. Po, te ju gjeneratat e reja e kam vërejtë që po ashtu sillni te këto këngë. Edhe mu po me kuptu që ka qenë një periudhë e artë, një periudhë shumë e rëndësishme për muzikën tonë, për shkak se jam bo projekte shumë të mirë. Po, përveç bendeve të reja, artistave të ri, në ekstrem jam rrit me bende shumë tjetra. Me Beatles, me Elton John, me plot, Elvis Presley, shumë tjerë, po. Plot tjerë, i kom ngu, se dim ka shumë në atë shumë i ngu dhe që ata tjerë. Edhe jom rritë edhe me qatë muzikë tjetër. Po inspirim edhe që për mene prind, nonër kom inspirim shumë, jo për muzikë, po edhe për... E përshëndesim shumë, është një këngëtare shumë e njohën. Ato kom inspirim për gjithçka, për jetë, për etikën e bunës që e ko, dhe më thonë për gjithçka, se dhe më thonë është në ekstrem punëtore e modë, që më ka inspiru për me bodhe në të njëti sen. Edhe lumë si ajo që ka një djallë si ti, janë shumë të radhë, do të thonë të rritë ku faktikisht mbështetën, unë e di që se cili i ri e ka pikdopt prindin, me gjithat kjo koha kullerizmi ta është i pak rrinë ma distancume dhe kur vje punat e kjo nuk shprejën shumë. Është nashta po të kuptej, është ashtu pak të disa, unë e se di, unë e kom qenë për men, është dunon për men. Okej, po këthemi të projekti i ri, faktikisht këto a ke bërë në dollap ajo? Jo, që është e që më dollap, tash e kemi bo një studio që është realizu shumë ma mirë.
që jo ndodha pjesë është. Po, edhe ky është një komponim i joti, teksti, do të them pedim që është një ripërpunim i këngës, megjithatë te muzika, te këto se ka ndryshimet e po. Te teksti domosdoshmë nuk kom prek diçka, nuk s'kom prek faktikisht kur gjë heq. Veç do më thonë të via melodike që jo më numi najtë sa ma shumë originalit, po të njëjtën kohë dhe me shtu diçka prej vetit, do më thonë me melodi të reja dhe me harmoni të reja. Po, të spoti? Klipi interesant ka dalë, e kemi gjëru të një urë, interesant. Ku është e urë? Po, është ura mbretit Zog. Në Shqipëri, po? Po. Sarë kom shumë Shqipëni, sidomos qëto 2 vitet e fundit. Më ka ronë ekstrem shumë e shku e më këthy, edhe gjithë kom pa një urë, do më që është qatu, edhe tani më nga për shtypje, edhe thash okej, klipin e rodhës, për një qëzoj qatu. O, du me ta marrë lokacion, faktikisht du me vizitu, se... Pa tjetër, shumë lokacion, vish pak është i rrezik shumë, se ishtë urë nu, do më thonë. Okej, unë e tutna prej në Alsis, kështu që... Shumë është dhe nalt, kështu që në ekstrem është dhe nalt. Le haro këtë punë. Në ekstrem është dhe nalt, kështu që është pak e frekshme. Jo, me gjithat, për një me po bëj pak humor, po me gjithat du me vizitu, se kalo për shtypje. Është interesant, ka njerë i kemi shumë objekte për rreth, ose shumë monumente, ku i kalojmë dhe nuk në binë sy, por në momentin kur i shohojmë edhe dikush i promovon, se dhe kjo është një lloj promovimi, kur e shohojmë me një klip, ose me diçka tjetër. Dhe me thonë, në rritet ajo kureshja për me vizitu këto vene. Po, fix, edhe më latë që shumë për shtypje, so që jina mja këshyr pak historiotin, edhe fix, për një me, se më latë në ekstrem për shtypje. Po këshyri tani familjen e mbretit Zog, kush jenë star gjallë. Edhe ishtë do më thonë Princ Leka, tash do më thonë që ishtë një bitina, edhe i shkrua në Instagram, dhe pja që i klipin, adin thash më speshera, se po se ka po. A se ka po. Jo, amo i shkrua, dhe ashtu pak ma mirë, adin, edhe i thash që i kom gjiru që t'klip të ura mbretit Zog, e tjere, përsho që është koka, tu rënu koka, edhe me shpresin është e shojnë dhe ndërmarin diqka. Okej, te klipi ke pas bashkëpunim me ndoj produksion, apo? Për fati kam shok që mirën me produksion edhe me ta do më një bëj kitë sanët, edhe me është knaqime për me ta. Është perfekt. Okej, apo dëgjoj njerë kongën, ideun, ma dena rikëthevi prap këtu. Mesh mos bëvos zet një shbejt. Jo, ka doale, edhe kujtes me pijeni, vjen apo? Po, fix, mos përnim. Jeni duke dëgjuar edhe këngën Idehun nga Mali që e kemi këtu në studio. Mali është knasi kur i dëgjon këngët e tua dhe në për radio dhe në për mediuma, apo jo? Po, në ekstrem, e mojnë me në herën e parë kur e pata ndëgju shmendur. Edhe pata një vetën, ashtu se dojshma me mojtë kujtim, adin. Po. Në fillim më doka pse me një vetën, a moj sash që e këshyri është një kujtim shumë i mirë, se... Po. Adin nuk është që të ndodh, adin sa një herë të ndodh që ajo për herë të parë me ngu vetën në radio, adin që po dalë shumë i kongë. Patjetër. Ka qenë një periudhë kohore kur faktikisht ka pas jo mungesë, por nuk kanë qenë aktuale këto rrjetet sociale, siç është Instagrami, YouTube-i, ku ta di unë. Po flas për atë periudhë me një herë pas lutës, edhe në atë moment kur është mediat e kanë pas një fuqi pak më të madhe, në momentin kur janë transmetu këngë në për radio, ka pas shumë këngëtar që faktikisht e regjistrojshin edhe ma vonë, do me thonë atërrojshin pjesën se ku e ka një vetën, kështu që ka qenë veç një sinjal që po, okej, pelshojsh. Nice. Ka qenë e periuda ku as USB-as ka funksionu, do me thonë, po vi bishim me CD-a. Mos flasim për ato të shirita, se s'ka pas as telefona për me registru. Kod shtira. Kod shtira, në saj periuda, kështu që unë po besoj që për gjeneruata të reja dhe për juve që bëni muzikë, mundësit janë shumë atë mlaja sa kanë qenë ma herët.
edhe në aspektin e regjistrimit këngëve, ku tash shumica ka shumë studio, do të thonë nuk është vetëm një studio si përpara që ka qenë radio televizionit, andaj janë hapur edhe studio private, po tash me zhvillimin e teknologjisë me pak pajisje shumica po realizojnë kohë. Edhe me një dollap edhe me një dollap. Mos haron fund për me ma shkruar me thonë modelin e dollapit çfarë është, nëse ku e ke blet shohim se apo gjejmë të njëjtin. E falenderojmë Palmën. Realisht bajgorët e Palmën konë qek. Kur isha në arkitekturë, na vyshin do mobilje të reja. Edhe na kam mësuar që domethënë me dizajnu sana, edhe sani më fort, çfarë dollape kum dizajnuar domethënë. Sa mirë. Edhe ja po ta çu Palmës që domethënë me marrusja dollap. Domethënë çto se pas na menun po edhe dollapi domethënë koha dizajni jam. Okej, po mos harro dizajnin, duhesh në skicën. Sigurt e kam dikon foilin. Jo, seriozisht, është nëse kemi të dëgjuar që Kurt Cobain ose dikush e kalon një gitarë në ankant ose diçka, unë po shpresoj që shaj dollapi ka me bë parë dikush. Shumë e fortë. Malë cilat janë planet në të ardhmen, po flas në kuptimin e realizimit të këngëve. Do në me nxjerr ndoj album, diçka apo diçka ngjashme. Album njerës nuk e besoj, amo shumë këngë të reja. Fillim pak nuk im konë nështë aktiv sa duhet, arsye u konë qaj suksesi i festivalit pak. Se do më thonë cilin këngë që e bëjsha mas çmendur, nuk më doke që po është qati niveli si çmendur. Edhe isha shumë kritik i madh te vetja, ashtu ma shumë so që duhet. Edhe nuk ishte që ishin këngë të këqija, po thjesht do më thonë çmendur e pat qatë sukses qast madh, so që tjerat s'më dokshin kur gjojq. Mu ka dosh pak kohë, disa kom gjetë pak vetën, stilin, edhe disa kom pranu okej. Po du këngët e mia qështu me tinglu, edhe qëto që janë ngu, domethënë qështu kanë me tinglu shumica edhe ma ndryshe, edhe ma eksperimentale. Është shumë interesant se kemi pas domethënë intervista edhe me këngëtar të ndryshëm, të viteve më të hershme se sa në dhe ka thonë që i gjithë publiku janë kohë për një këngë. Edhe mandej këtu këngë tjera ka qenë shumë vështirë por me gjetë atë projektin e dytë që faktikisht deporton aq shpejt edhe aq shumë tek publiku se sa një projekt që edhe shpeshherë kanë thonë që këto projekte që s'kemi menuar hiç, ato janë konë shumë dashura për publikun. Edhe që e ndodh. Po. Është e çuditshme. Kështu që unë po shpresoj që së shpejti do të thonë të kemi edhe materiale tjera të malit këtu në radio. Po prap du më këthy të festivali, ki plan për me marrë pjesë në festival qoftë radio televizionit Kosovës, edhe pse ende nuk mundemi me marrë pjesë në Eurovision, apo me provu edhe njerë dollafin për të shënë. Te festivali unë me shumë knasi kësha ardhë, si musafer me performu, është një festival që so ka fillu, po është në ekstrem të shumë mirë, edhe me shumë të qef kësha ardhë, nëse më këshu fru në eftesu se diqka me performu si musafer. Në festival të Shqipnis nuk e di, ndoshta prap. Ndoshta prap. Në këtë herë faktikisht do të thonë dollapi ka funksionu për jurin. Duhesh me gjetë një objekt tjetër që funksionon për publikun. Duhet me gjetë. Mal, ishte knajsi që të kisha sot në studio. Më shpresoj që do të takohemi së shpejti edhe në emisione tjera. Knajsia ke krejtë jam me shumë dëshirë erdha dhe shumë përmirë për ftesën. Po, pse jo të kemi një natë dhe në emisionin Acoustic Night, ku i kemi ftyra të njohura dhe gjithashtu edhe ftyra të reja që performojnë në miniskenën tonë. Me shumë knajsi. Kështu që përshpresoj që shumë shpejt do të kemi edhe në njërin prej edicioneve të emisionit Acoustic Night. Për neve është kënaqësi me pas kësi zonat mrekullueshëm, është kënaqësi me pas si artista që faktikisht prodhojmë vetë dhe lansojnë këngë edhe deshëm apo s'deshëm është kënga e parë që ke lansu i kam bri ndoshta ato sukseset që e the edhe ti ma herët që nuk kanë qenë të pritshme. Qoftë edhe për njerëzit, po qoftë edhe për veten. Kjo është shumë interesante ajo pjesa që
Tu menu që nështë edhe thuaj najtë se është naj virus këj farë emaili edhe s'ka ku gju. Malë, shumë falenderit. Shumë falenderit juve, Francia. Takome të shpejti, po të gjojmë një këngë tjetër, po të lohat ty me prezentu faktisht vetën. Kom shumë qef kështu për mi pa artista se qysh e kishin moderu emision, qysh e kishin prezentu vetën me një këngë. Tani do të dëgjojmë këngën Antihero nga Mal, kënga me të cilën ishte në festivalin e 63 në RTS. Shkojmë me këngën Antihero. Okej, falenderit gjithë juve miq. Ne do të vazhdojmë me Malin, po, edhe do të rikthehemi përsëri në edicionin më të ri të emisionit La Casa de Plus.